Opoja, një treve njohur për historinë, traditën e përkushtimin fetar. E përbër nga 19 fshatra, Opoja njihet si një vatër e dijes, e mësimdhënësve dhe figurave të ndritshme që kanë lënë gjurmë në historinë e vendit, si Ymer Prizreni, Mehmet Kuklibegu e shumë të tjerë. Treva ka ruajtur me përkushtim traditat shoqërore dhe fetare, duke i përcjell ato brez pas brezi. Kjo trev përmban kontraste të veçanta. Këtu ndodhet një ndër xhamitë më të mëdha në Kosovë, Xhamia e Bresanës, por edhe një nga më të voglat, ajo në fshatin Zgatar. Në këtë vend gjendet edhe namazgjahu i Opojës, një nga dëshmitë më të hershme të jetës fetare në këtë trev. Gjatë muajit të Ramazanit, kjo frymë tradite ndihet edhe më fort. Xhamitë mbushen me besimtar, familjet bashkohen rreth sofrave të iftarit, ndërsa jeta shpirtërore merr një ritëm më të thellë dhe më kuptimplot. E se çfarë peshe dhe domethënie ka Ramazani për njerëzit e kësaj treve, më së miri dëgjohet nga rrëfimet e vet banorëve të Opojës. Atmosfera në këtë muaj të shenjtë Ramazanit është nivel më të mirë që duhet me qenë, ku zemra e muslimanit gjithmonë është e pasur, ashtu siç lindim prej së prej fillimit. Çka ka të veçantë Opoja gjatë këtij muaji, që nuk e gjen ndoshta vende tjera ose muaj tjerë? Zakonisht për muajve tjerë, ky është muaj më i rëndomt, nga se gjithmonë zemrat tona në këtë muaj pastrohen prej gjunave dhe për gjitha të këqijave që kemi bërë brenda muajve tjerë të kaluar. A i ruan Opoja në traditat e thirrjes së iftarit, ndoshta zgjimit të syfyre, socializimit? Po, socializimi përgjithësi ka qenë dhe ende jetë në nivel, siç duhet, siç ka qenë më herët. Jo ato atributet siç kanë qenë më herët, po mbi të gjitha, prapë i mbahet aty. Atmosfera në Opojë bëhet shumë mënyrë të mirë, mënyrë dorë. Është që shumë vite kjo, domethënë që është një atmosferë që e festojmë mënyra më të mira, më të dorës. Ramazani ka dhe dorën të tjera, shkojmë të vllai, të miki, të shoki, për iftare, e kështu me radhë. Po zakonisht lokalet ka disa që janë mbyllta, sidomos kafeteritë, kurse tjerat, marketet janë punojnë. Iftari si gjithmonë kemi traditë që shtëpi kohës vjetër, me shku të vllai, të miki, të shoqënia. Taravia është, domethënë është në një mënyrë pak më të organizuar, pak më e shoqërueshme, pak më e shëretshme që thënë këtu te na kështu me radhë. Ti personalisht çfarë për jetën e Ramazanit? Unë me zgje pres muajin e Ramazanit. E kam kënaqësi shpirtërore. Është edhe fetare, po është një kënaqësi për ne. Ndoshta rrallë ku gjendet domethënë një atmosferë e ngjashme që gjendet në Opojë. Qofse marrim prej momentit parë kur fillon dita, për shembull në syfyr, gjithë familja zgjohen në syfyr, domethënë me fëmijë, me të mëdhaj, domethënë me plesh me të gjithë. S'pakti kanë parasysh atë logjikën e bereqetit të syfyrit, domethënë, edhe nëse s'ushqehen ku më diçysh, po prapë kanë bereqetin e tendenca për me marr bereqetin e syfyrit. Edhe mandej vazhdojnë me falën namazit sabahut, edhe njerëzit shkojnë ose në punë ose dikush flas etj. Mandej namazet ditore, nëse thona për një atmosferë ditore, gjatë namazeve ditore normalisht domethënë dreka e këndia, akşam gjitha namazet ditore shoqërupi Zotit janë të mbushme me xhamat nëpër xhamia, u thonë edhe njerëzit falen edhe ditës vazhdimisht domethënë shtohet kjo pjesë sa i përket xhamatit në xhami. Spikat që normalisht siç është trend gjithë Kosovën, edhe thona ashtu edhe më gjanë, spikat që xhamati është shumica gjenerate e re, u thonë, to mos i përjashtu edhe moshën e vjetër që zbukurojnë ambientin e xhamisë, edhe i zbukurojnë sofat e para etj. Me po prapë spikat mosha e re, studentat, domethënë xhami, edhe namazet ditore, elhamdulillah për Zotit. Namazet taravive falet këtu në elhamdulillah masovikisht, domethënë dy xhamia ne kemi e keni parasysh, domethënë xhamia e lartë është xhamia Mehmet Kuklibeu, edhe këtu xhamia Mudaris Recep Ismaili, Haxhi Recepi u kon, ndoshta e keni parasysh u kon njëri prej dietarëve të kohës, domethënë që është i trevës tonë, i vendit tonë, i fshatit tonë. Edhe shoqërupi Zotit ka xhamat të bollshëm të dy xhamiat, domethënë që i frekuentojnë vazhdimisht namazet e taravive. Unë është shumë super aty, jam kënaqësi e madhe është. Pse Ramazan e presim me gëzim.
Sa është Ramazani e veçantë, të Allah i regjistruat edhe s'ka çka këto. Një njeri që nuk agjeron ai nuk ka musliman. Pi 12 vjeçe e ma Ramazanin, ose një nojë, si thënë me gjuhën thash ma tre, vetëm ushtria që ma ka prish Ramazanin, pa atëherë u konë, domethënë, diktatura e Serbit, edhe pa tjetër u duke me prish atje. Opoja mund të krahasohet me vendet muslimane ma të mëdha edhe ma, domethënë, me që kanë kulturë muslimane. Në Brosan është një kënaqësi e madhe për Ramazan, se pi fëmijëve 10 vjeçë, 12 vjeçë, edhe ma të vojli, domethënë, marrën Ramazan, edhe njiftar këtë ulën në sofër me kënaqësi, me gëzim dhe me lumturi. Në Taravi ka njerëz, gjatë ditës ma pa ka, se shkojnë në për punë, por në Taravi ka, edhe ruhen këto, domethënë, pi moti, çdo familje, pa i thirr 5-6 familje që i ka ma të afërta, po edhe ma të larta, domethënë, i thirrën në iftar.